O ju që keni besuar, pra që i thoni vetes besimtar, kur të bëheni gati dhe të ngriheni me fal namaz, pra që t'i përgjigjeni thirrjes së Allahut xhaleshanu dhe të kryeni një obligim kaq të madh dhe kaq të fishëm, që është edhe shtyll nga shtyllat kryesore të Islamit, atëherë ju e keni obligim që të bëni pastrimin e pjesëshëm të trupit, që quhet avdesi, siç i themi ne, abdes. Lani fytyrat e juja, lani parakrahët deri në bryla, dhe i bini mes të kokës, thot Allahu xhaleshanu, dhe do lani këmbët deri në kyçe, pra në kyçet e këmbëve. Pra vëllezër të nderuar dhe motra muslimane, ai i cili dëshiron që të falet për Allahun xhaleshanu, ky adhurim është adhurim i veçantë dhe ka rregulla të veçanta. Dhe Zoti neve na e bëri obligim që përpara namazit ne duhet jemi me avdes, pra duhet marrim avdes. Dhe nëpërmjet këtij avdesi, duke pastruar fytyrën, duke larë gojën, hundën, fytyrën, duart, gishtat, parakrahët, duke i rënë mes kokës, duke larë këmbët tona, neve parapërgatisim veten tonë që të futemi në komunikim me Allahun xhaleshanu me më të madhërishmin, por gjithashtu, si thot profeti alayhi salatu selam, ky avdes ka edhe vlera dhe grada të veçanta.